Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin at-tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami'i al-anbiya illahi wal mursalin. Në emrin e Allahut, të gjithëmëshirshmit mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e Madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur, dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanuhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatitë e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës urtësia e Allahut xhaleshanuhu mbi mashtrimet e dynjas. Allahu i Madhëruar e krijoi njeriu me qëllim që njeriu ta njohë krijuesin e tij, ta adhurojë atë dhe të ecë në rrugën e vërtetë. Kjo botë nuk është vendi përfundimtar i njeriut, por një sprov dhe një udhëtim i shkurtër drejt jetës së përjetshme. Megjithatë, shumë njerëz mashtrohen nga bukuria dhe kënaqësitë e dynjas, duke menduar se lumturia e vërtet gjendet vetëm tek pasuria, tek fama dhe dëshirat materiale. Kurani i Shenjtë na paralajmëron vazhdimisht që të mos bijem në graskën e kësaj bote, sepse ajo është e përkohshme dhe kalimtare. Allahu thot në Kuranin e Shenjtë, Bismillahirrahmanirrahim: Dijeni se jeta e kësaj bote është vetëm lojë, argëtim, zbukurim, mburrje mes jush dhe garë për pasuri e fëmijë. Ajeti 20 i surës Hadid. Kjo botë ka aftësinë ta tërheqë zemrën e njeriut me bukurinë e saj. Njeriu shpesh mendon se nëse arrin pasuri të madhe, apo pozitë të lartë, apo një rahati të madhe materiale, atëherë ai do të jetë i aftë të gjejë qetësinë dhe lumturinë e përhershme. Por realiteti tregon të kundërtën. Sa njerëz kanë arritur famën dhe pasurinë, por zemrat e tyre kanë mbetur të zbrasta dhe të shqetësuara. Urtësia e Allahut të Madhëruar qëndron në faktin se Zoti i Gjithësisë nuk e ka vendosur qetësinë e shpirtit tek dynjaja, por e ka vendosur tek lidhja e tij, lidhja e njeriut me të, te adhurimi i Allahut të Madhëruar. Allahu thot në Kuranin e Shenjtë, vërtet zemrat qetësohen vetëm me përmendjen e Allahut. Ajeti 28 i surës Ra'd. Kur zemra largohet nga Zoti i Gjithësisë, ajo mbushet me ankth, frikë dhe pasiguri, sepse Zoti e ka krijuar që ajo të jetë gjithmonë e udhëhequr në rrugën e drejtë. Nëse njeriu zgjedh të largohet nga kjo udhë, atëherë bie në graskën e kësaj bote dhe i sjell ankthin, frikën dhe pasigurinë zemrës së tij. Kjo është një nga urtësitë më të mëdha hyjnore, sepse Allahu dëshiron që njeriu të kuptojë se lumturia e vërtet nuk varet nga pasuria dhe kënaqësitë materiale, por nga besimi dhe pastërtia e zemrës. Mashtrimi më i madh i dynjas është se ajo e bën njeriu të harrojë ahiretin. Shejtani ja zbukuron jetën e kësaj bote njeriut dhe e shtyn të mendojë vetëm për dëshirat e tij. Ai e bën njeriu të harrojë se çdo ditë po afrohet me vdekjen dhe me takimin e Allahut të Madhëruar. Njeriu shtyn pendimin dhe adhurimin, duke thënë se ka ende kohë, por askush nuk e di se kur do t'i vi fundi. Allahu thot, çdo shpirt do ta shijojë vdekjen. Ajeti 185 i surës Ali Imran. Kjo botë, të nderuar dëgjues dhe shikues, është si një hije që largohet shpejt. Çdo gjë që njeriu posedon sot do të mbetet këtu. Pasuria, shtëpitë dhe të gjitha gjërat që ai posedon, gjëra materiale, nuk do ta shoqërojnë atë në varr. Me njeriu do të shkojë vetëm vepra e tij, besimi dhe mënyra se si ai ka jetuar në këtë botë. Për këtë arsye, Allahu i Madhëruar e ka quajtur dynjan mashtruese, sepse ajo e bën njeriu të lidhet pas gjërave të përkohshme dhe të harrojë jetën e përhershme. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: dynjaja është një vend kalimi dhe ahireti është vendi i qëndrimit të përhershëm. Merrni nga vendi i kalimit për vendin e përhershëm. Pra, këto fjalë përmbledhin realitetin e kësaj bote. Besimtari duhet ta përdorë dynjan si mjet për të fituar kënaqësinë e Allahut fillimisht dhe jo si qëllim përfundimtar për ta. Islami nuk e ndalon njeriu të punojë, nuk e ndalon njeriu të fitojë pasuri apo të jetojë mirë, por e ndalon që zemra e tij të lidhet pas kësaj bote në atë mënyrë që të harrojë Allahun dhe ahiretin. Një tjetër urtësi e Allahut mbi mashtrimin e dynjas janë sprovat. Shpesh njeriu mendon se sprovat janë vetëm vështirësi,
por në realitet ato mund të jenë dhe mëshirë dhe udhëzim nga ana e Allahut. Allahu me sprovat e zgjon zemrën e njeriut dhe ja kujton atij dobësinë e tij. Kur njeriu përballet me vështirësi, ai kupton se nuk ka forcë tjetër përveç Allahut që mund ta zgjidhë problemin e tij dhe kërkon ndihmë dhe shpëtim nga Zoti i gjithësisë. Profeti Muhammed, ehli bejti i tij i pastër, na kanë dhënë shembullin më të lartë të moslidhjes pas dynjas, sepse kemi shembullin e Imam Husajnit paqja qoftë mbi të, i cili sakrifikoi gjithçka në rrugën e Allahut dhe nuk pranoi ta shiste të vërtetën për pushtet apo rahati materiale. Ai tregoi se nderi, familja, feja dhe drejtësia janë më të vlefshme se çdo gjë e kësaj bote. Sakrifisa e tij mbetet si një mësim i madh për çdo besimtar musliman, që të mos nënshtrohet dhe të mos mashtrohet nga dynjaja dhe nga padrejtësitë e saj. Sot mashtrimi i dynjas është bërë më i madh se mund të flasim. Njerëzit janë ngjytur në gar për pasuri, famë dhe kënaqësi të përkohshme, dhe shumë zemra janë mbushur me stres, ankth dhe pasiguri, sepse janë larguar nga udhëzimi hyjnor, nga fjala e Allahut xhaleshanuhu dhe nga qetësia që sjell besimi. Kurani dhe mësimet e Ehli Bejtit na mësojnë se shpëtimi i vërtet gjendet tek kthimi tek Allahu, tek morali i mirë dhe te veprat e mira. Besimtari i mençur është ai që jeton në këtë botë me përgjegjësi, por pa u robëruar nga ajo. Ai punon për jetën e tij, kujdeset për familjen dhe shoqërinë, por zemrën e tij e mban gjithmonë të lidhur me Allahun dhe jo me këtë botë. Ai e di se kjo botë është e përkohshme dhe se një ditë do të qëndrojë përpara krijuesit të tij për të dhënë llogari se çka bërë në këtë botë. Urtësia e Allahut mbi mashtrimin e dynjas është një mëshirë dhe paralajmërim për të gjithë njerëzit. Allahu dëshiron që njeriu të mos humbas në errësirën e kësaj bote, por ta gjejë rrugën drejt së vërtetës dhe shpëtimit. Prandaj të nderuar dëgjues dhe shikues, të mos harrojmë se kjo dynja një ditë do të përfundojë, ndërsa ahireti është i përhershëm për të gjithë ne. Për këtë arsye, të gjithë ne si besimtar duhet ta mbushim jetën tonë me besim, me iman, me devotshmëri dhe me vepra të mira, që kur të largohemi nga kjo botë, të jemi prej atyre të cilat fitojnë mëshirën dhe kënaqësinë e Allahut xhaleshanuhu, inshallah në botën tjetër. Në këtë momente të nderuar dëgjues dhe shikues, duke u lënë në mbrojtjen dhe ndihmën e Allahut xhaleshanuhu, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.